Zhurma e shkaktuar nga 2 avion ushtarak të NATO-s alarmoi rreth orës 16 banorët e Durrësit dhe të Kavajës. Në alarm u vu dhe policia e shtetit, e cila nisi verifikimet nëse kishte ndodhur ndonjë shpërthim. Por në fakt ishte zhurma e fortë e quajtur ndryshe një bumb sonik që u krijua për shkak të shpejtësisë së avionëve, që është më e lartë se shpejtësia e zërit. Njoftimi u dha nga Ministria e Mbrojtjes, e cila sqaroi se një avion Boeing komercial ishte nisur nga një kryeqytet evropian në drejtim të Afrikës dhe humbi për disa momente kontaktin me qendrat e kontrollit ajror. Kur avioni nuk u përgjigj në afërsitë e hapësirës ajrore shqiptare, një nga bazat e NATO-s u vu në gatishmëri. Në ndjekje u ngriti një çift avionësh luftarak F-16. Ata shoqëruan për 10 minuta avionin gjerman deri në 8 milje në jug të kufir shqiptar me Greqinë. Avionët F-16, sipas Ministrisë së Mbrojtjes, ishin rreth 20 milje larg britetit shqiptar, kur krijuan bumin sonik të dëgjuar nga banorët si shpërthim. Ministria e Mbrojtjes siguroi qytetarët se kjo është një procedurë e ndjekur me përgjegjësi të lartë nga autoritetet shqiptare dhe forcat e aleancës.